Drita, e cila do t'jetë interesant ta shohim Ligën e Kampionëve, uroj ta thyej rekordin e sukseseve që ka pasur Ballkani, mirë po në pyetjen që avon Erdini se ka ekip për me thyej këtë rekord, nuk besoj që ka ekipën e një që ka pasur Ballkani në kohën e orë, sepse shihet mirë që gjithë ata lojtarë që kanë qenë atë kohë të Ballkanit sot jo vetëm që ikin kombëtarën e Kosovës, por i ki edhe nëpër klube ndryshme ku janë faktor si në Romani, si në Poloni dhe në liga të tjera, po ashtu edhe në Çeki. Mirë po uroj që Drita të paktën ta kalojë rondën e parë në Ligën e Kampionëve, pastaj edhe nëse pse në humbi në rondën e dytë, e ka mundësinë tjetër të kalojë në Ligën e Evropës dhe të shkojë më tutje. Kurse sa i përket ekipeve tjera do të ishte sukses nëse kalojnë vetëm një rond të paktën, sepse edhe kundërshtarët i kanë më të vështirë, edhe nuk kam shumë pritje për ekipeve tjera. Uroj që Prishtina të paktën të arrijë sukses në Ligën e Evropës. Mirë po si duket, po hasim vështirësi edhe në afatin kalimtar, nuk është një afat kalimtar si që jemi mësuar vitet të kaluara të shohim ndryshime të shumta nëpër ekipe, si duket këtë herë ekipet kanë mbledhur më shumë mend dhe i kanë blinduar lojtarët në kontrata më afatgjate, edhe klubet e kanë më të vështirë që të gjejnë lojtarë të lirë sidomos në tregun e Kosovës. Më shumë janë duke përqendruar nëpër tregun e rajonit ose Afrikës, hiç Prishtinën që është duke marrë disa lojtarë prej llapit, lojtarë që duket se kanë qenë të lirë dhe pa kontrata. Shihet që nuk kanë shumë ndryshime në formacionet e tyre, por do të jetë vërtet interesant ta shohim Dritën, e cila për dallim nga Ballkani pajtojnë plotësisht me Erdinin që ka mbështetjen e tifozëve, edhe nuk do ta ketë vetëm mbështetjen e tifozëve të Gjilanit, por meqense do t'i luajnë ndeshjet në stadiumin Fadil Vukri, do të jetë interesant për gjithë tifozët e Kosovës ta shohim këtë Dritë në Ligën e Kampionëve dhe uroj të performoj edhe më mirë se çka performuar në ligat e tjera para progës, sidomos ajo ndeshja me Feyenoordin që për fat keq nuk ka arritur ta bëjë ndoshta një histori në futbollin e Kosovës. Kundërshtarët e mundshëm të Dritës janë këta: Interclub de Skaldes, Shkëndija, Levadia, Dinamo Minsk, Hamrun Spartans, Kajrati, Milsam Orhej, Noa Differdange 03, Iberia 1999, Vikingur, Shelbourne, Egnatia dhe Virtus. Duke marrë parasysh që koeficienti i ligës më vështirë do ta kishte sigurisht ta kishte ndonjë ekip të rajonit të Shkëndijës ose Egnatisë se sa ekipe tjera që i përmendë që kryesisht nga Dinamo Minsk që po Dinamo Minsk. Dinamo Minsk Bielorusi nuk është Dinamo Minsk është